Përshëndetje, zotërisë Naser, na tregoni se çfarë ndodhi? Nga ajo që unë kam informacion është se personat të pa njohur, pjesëmarrës të protestës së sonte, janë përpjekur të identifikojnë apo të legjitimojnë gazetarët, kolegët tanë, dhe pasi ata kanë refuzuar sepse nuk mund secili të legjitimoj gazetarë dhe kanë kërkuar që ata të legjitimojnë, të shohin se kush janë këta njerëz që legjitimojnë gazetarë në mënyrë kështu pa pritmas i kanë sulmuar. Ajo që sot ndodhi është kulminacion i asaj që po ndodh në 4 vitet e fundit. Pushteti Nikola Gruevskit në kontinuitet sulmon, kërcënon, arreston dhe fizikisht sulmon gazetarët. Më vjen keq që të gjitha apelet tona që dhuna kundër gazetarëve të ndërpritet, si duket kanë hasur në vesh të shurdur. Unë shfrytëzoj rastin edhe një herë zotin Gruevski ta ftoj që ti tërheq këto grupet dhunshme nga rruga dhe të ndërpres sulmoj gazetarët, sepse drejtësia herët avon do t'i mbri edhe këta sulmues, këto dhunues të gazetarëve, po edhe atë personalisht. Zotri Selmani, pak më herët u njoftuam se keni informacione nga MPB-ja për sulmuesit e gazetarit. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj ministrin e punëve të brendshme, zoti Nuhiu, ishte shumë kooperativ dhe posa mora lajmin që janë sulmuar gazetarët, u treguaj i gatshëm që të shkëmbej informacionin dhe premtoj se do bëj çmos që është në fuqinë e tij të identifikoj sulmuesit dhe kuptohet të ngrej procedurat adekuate të cilat në një mënyrë do të këta sulmues të përgjigjen për veprën e kryer, për sjelljen e tyre të dhunshme ndaj gazetarëve. Si mendoni, a kanë mundur që të parandalohen ngjarje të tilla? Ne vazhdimisht kemi përsëritur, por unë mendoj se ky pushtet në largim nuk është në gjendje të kuptoj se as dhuna kundër gazetarëve, as sulmet kundër gazetarëve, as shkaktimi apo tensionimi i situatës në Maqedoni, as përgjakja e Maqedonisë nuk do të ndihmojnë që ta mbajnë me dhunë pushtetin në Maqedoni. Mendoj se është kohë e fundit që të estullohen dhe të kuptojnë se qytetarët e Maqedonisë kanë votuar për ndryshimin e kësaj qeverie dhe ato këtë ndryshim duhet ta pranojnë. Unë mendoj se çfarëdo që mund që të bëjnë, këtë ndryshim në Maqedoni nuk mund ta pengojnë. Ndoshta mund të na shkaktojnë neve të lashe më të mëdha, po shkaktimi i konfliktit nuk do t'i shpëtoj ato nga largimi i pushtetit dhe përballja me përgjegjësinë për krimet dhe për këtë tensionim të situatës në Maqedoni. Zotri Selmani, ju faleminderit që